Turma u ngrirë kur qeni gjerman u hodh përpara, duke lejur me tërbim drejt një gruaje shtatzën pranë portave të aeroportit. Një grua mbante barkun me duar. Ju lutem, ndalojeni atë, bërtiti ajo me lot në sy. Siguria vrapoi drejt vendit. Udhëtarët u trembën dhe paniku filloi të përhapej në sallën e pritjes. Zonje, qëndroni aty ku jeni, bërtiti zyrtari Mateus, duke luftuar për të mbajtur nën kontroll partnerin e tij me 4 putra, thor. Fytyra e gruas u zbe. Çfarë po ndodh? Pse po le ai ndaj meje? Unë s'kam bër asgjë. Por thor nuk u ndal. Ai lete gjithnjë e më fort, i dëshpëruar, i çmendur, sikur kishte zbuluar diçka të tmerrshme. Pak çaste më vonë, kur e vërteta doli më në fund në dritë, të gjithë mbetën të tronditur, sepse ajo që Thor kishte zbuluar nuk ishte një kërcënim, ishte një mashtrim që të thyente zemrën, diçka që asnjë njerëz do të mund ta kishte nuhatur. Dhe ajo që ndodhi më pas do të ndryshonte përjetësisht mënyrën si funksiononte siguria e aeroporteve. Aeroporti gumëzhinte me ritmin e zakonshëm të ditës, trokitjet e takave, zhurma e distancuar e rripave transportues, murmuritja e ulët e udhëtarëve që prisnin për embarkim. Drita e mëngjesit hynte përmes mureve prej xhami, duke u reflektuar në dyshemet e lëmuara dhe në rreshtat e pafund të karrocave të bagazheve. Zyrtari Mateus Ayala rregulloi kapelen, duke vëzhguar terminalin plot njerëz me vëmendje ushtarake. Për shumicën ishte vetëm një ditë tjetër, por për Mateusin çdo minutë me uniformë nënkuptonte vigjilencë, sepse rreziku shpesh fshihej pas fytyrave më të pafajshme. Në krah të tij ecte me hapa të qetë partneri besnik, Thor, një qen gjerman imponues me sy ngjyrë qelibar dhe një prani që ngjallte respekt. Bishti i Thor lëvizej me ritëm të qëndrueshëm ndërsa ai ndiqte aromat përreth, të gjithë shisat e tij zgjuar, të sinkronizuara me pulsin e turmës. Për Mateusin, ai nuk ishte thjesht një qen pune, ishte familje. Kishin qenë partner për 4 vjet, një lidhje e farkëtuar në net bastisjesh, kërcënime bombash dhe orë të gjata heshtjeje të përbashkët. Mateus u përkul pak, duke përkëdhelur qafën e Thor. Qet, djalë, edhe një patrull tjetër, pëshpëriti ai. Veshët e qenit u drodhen, sikur e kuptonte fjalën e tij. Rreth tyre, udhëtarët tërhiqnin valixhet, fëmijët qeshnin dhe një njoftim për një fluturim të vonuar për New Yorkun kumbonte në altoparlan. Atmosfera duke e qetë, pothuajse paqësore, por paqja nuk zgjaste kur shumë në vende të tilla. Thor ndaloi në mes të hapit, hunda e tij u drodh. Mateus e vuri re, por e injoroi. Qenë ndjenin çdo lloj ere në aeroport. E megjithatë, një ndjesi e lehtë ankthi i përshkoi barkun. Ai kishte mësuar ta besonte instinktin e Thor, e kishin shpëtuar jetën shumë herë më parë. Ai u ngrit dhe hodhi vështrimin përreth, familje që kontrollonin biletat, turistë që bënin selfie, biznesmen që mbanin filxhan kafeje. Asgjë e pazakontë për momentin. Qëndrimi i Thor u ngurtësua sërish, koka ju kthye ka fundi i terminalit, aty ku pasagerët e fluturimit të fundit po hynin. Mateus ngrysi vetullat. Çfarë ka, partner? Pëshpëriti ai. Thor lëshoi një gërhim të ulët, syt i u ngushtuan. Pastaj, po aq shpejt sa erdhi tensioni, ai u qetësua, bishti i tij lëvizi një herë. Mateus nxori frym me lehtësim, duke qeshur lehtë. Do më vësh në telashe, djalë. Ai se dinte, brenda pak minutash, ajo mëngjes i qetë do të shpërthente në kaos. Reagimi i Thor nuk do të ndalte vetëm një turm, do të zbulonte një sekret që askush në atë terminal s'ishte gati ta përballonte. Mateus pa orën. 9:47, ora e pikut sapo kishte filluar. Rryma udhëtarësh lëvizte përmes postave të sigurisë si një val. Bisedat e tyre përziheshin në një murmuritje të vazhdueshme. Thor ecte me qetësi në krah të tij, hunda e ulur, nuhate ajrin me përqendrim të heshtur. Disiplina e qenit e mahniste gjithmonë. Nuk kishte rëndësi sa zhurmë apo rrëmuj kishte, Thor kur nuk humbiste fokusin. Dhe pastaj, në mes të gjithë atij lëvizjeje, diçka ndryshoi. Një grua hyri përmes dyerve prej xhami. Prania e saj ishte çuditërisht e tensionuar. Turma u ngrir kur qeni gjerman u hodh përpara, duke lejur me tërbim drejt një gruaje shtatzën pranë portave të aeroportit. Një grua mbante barkun me duar. Ju lutem, ndalojeni atë, bërtiti ajo me zë që dridhej. Siguria vrapoi drejt vendit. Udhëtarët u stepën dhe paniku nisi të përhapej në sallën e madhe. Zonje, qëndroni aty ku jeni, bërtiti zyrtari Mateus, duke luftuar për të mbajtur nën kontroll partnerin e tij besnik, Thor. Fytyra e gruas u zbe.
Çfarë po ndodh? Pse po le ai ndaj meje? Unë s'kam bër asgjë. Por Thor nuk u ndal. Ai lehte më fort, më dëshpërimisht, sikur kishte nuhatur diçka të tmerrshme. Pak më vonë, e vërteta që do të dilte në dritë do t'i linte të gjithë pa frymë, sepse ajo që Thor kishte zbuluar nuk ishte një kërcënim, ishte një mashtrim që të coptonte shpirtin, diçka që asnjë njeri nuk do ta kishte zbuluar dot. Dhe ajo ditë do të ndryshonte përgjithmonë mënyrën si funksiononte siguria e aeroporteve. Pjesa pasuese në ship, nga distinta, gruaja ishte ndryshe. E gjatë, me flokë të çelët që binin si ujvar mbi një pallton ngjyrë blu të errët, me xhinse të ngushta që i përqafonin këmbët dhe një bluzë të bardhë që shtrihej mbi një bark dukshëm shtatzën. Në çdo dorë mbante një qese kafe, me skaje të forta letre që lëkundeshin në çdo hap. Syzet e errëta i fshinin syt, por buzët i kishte të shtrënguara, sikur po mbante frymën. Shikimi i Mateus e ndoqi pa vetdije. Kishte diçka në qëndrimin e saj që nuk përputhej me ritmin e zakonshëm të turmës. Shumica e njerëzve shikonin ekranet, kontrollonin biletat ose nxitonin drejt sporteleve të regjistrimit, por ajo lëvizte ndryshe, ngadalë, me kujdes, thuajse e stërvitur. Edhe Thor e vuri re. Koka i u ngrit, hundët i dridheshin 1-2 herë. Pastaj trupi i u ngurtësua. Mateus ndaloi së ecuri. Qet, Thor, përshpëriti ai, duke e tërhequr lehtë zinxhirin, por qeni nuk lëvizi. Veshët e tij u drejtuan përpara, syt të fiksuar mbi gruan, si radar që kapte një sinjal që vetëm ai mund ta ndjente. Gruaja i u afrua radhës së kontrollit të sigurisë, duke rregulluar pallton me duar që i dridheshin. Dridhja e lehtë në gishta i tërhoqi vëmendjen Mateusit. Ai ndjeu pikën e parë të dyshimit t'i shpoj stomakun. A pe diçka, partner, përshpëriti ai. Thor lëshoi një gërhitje të ulët, të mbytur, por të pamohueshme. Zemra e Mateus filloi të rrite më shpejt. Vitet në forcë ja kishin mësuar se Thor kur nuk reagonte pa arsye, qoftë për eksploziv, drog apo rrezik të fshehur, instinktet e tij ishin të mprehta si thik. Por këtë herë ishte ndryshe. Gruaja dukej e padëmshme, madje e brishtë. Teksa ajo i dorëzoi kartën e embarkimit zyrtarit te porta, Thor lëshoi një leje të mprehtë. Të gjitha kokat u kthyen menjëherë. Gruaja u ngrir në mes të lëvizjes, fytyra ju zbardh si letër. Shtrëngoi qeset në duar, nyjat e gishtave i u bën të bardha. Pasagerët filluan të murmuritnin, duke parë herë nga ajo, herë nga qeni që tashmë po dridhej nga tensioni. Ajri u bë i rënd nga kurioziteti dhe frika. Një të ftohtë i përshkoi shtyllën kurrizore Mateusit. Diçka nuk shkonte. Ai mbajti partnerin nën kontroll, por sytë su shkëputën nga gruaja. E rregullt, zonjë, përshpëriti me ton të ulët. Por kush jeni ju, në të vërtetë? Në atë çast, qetësia e aeroportit filloi të shpërbëhej. Dhe Thor ishte gati të provonte pse asnjë sekret nuk mund të fshihej prej tij. Ajri brenda terminalit ndryshoi në një sekondë. Lehtja e Thor përplasi heshtjen si xham që qahet, e lartë, e mprehtë, urdhëruese. Të gjitha kokat u kthyen. Bisedat u ndalën në mes të fjalës. Jehona e gërhitjes së tij përplasej me shtyllat e çelikut dhe panelet e xhamit. Thor, në vend. Urdhëroi Mateus me zë të fortë, por të qetë. Por qeni nuk e dëgjoi. Në vend që të ndalej, ai u hodh përpara, muskujt i ishin tendosur, syt i digjnin nga intensiteti. Zinxhiri u shtri në dorën e Mateus, çizmet i u rrëshitën lehtë në dyshemen e lëmuar. Pasagerët u tërhoqën me frikë, duke kapur valixhet dhe fëmijët. Teksa lejet bëheshin gjithnjë e më të çmendura, gruaja shtatzën u ngrir në vend. Ju lutem, ndalojeni, bërtiti ajo, zëri i saj dridhej. Fjalët e saj përziheshin me kaosin. Ishte e vështirë të kuptoje nëse bëhej fjalë për agresion apo paralajmërim. Sikur Thor po përpiqej t'i paralajmëronte, duke u thënë të shikonin diçka që sytë e tyre nuk mund ta shihnin. Një tjetër zyrtar u afrua duke bërtitur. 2 agjentë sigurie vrapuan përpara, me duar të shtrira, duke u përpjekur të qetësonin turmën që tashmë shtyhej drejt pas për në zonën e kontrollit. Gruaja lëvizi kokën me dëshpërim. Unë nuk kam bërë asgjë të keqe, tha ajo, zëri i saj u thye. Ju lutem, dua vetëm të hip në fluturimin tim. Lotët i rodhen në sy, ndërsa Thor vazhdonte të lehte, sikur e vërteta ishte vetëm disa sekonda larg. Thor vazhdonte të lehte me forcë, putrat e tij gërvishnin dyshemen, ndërsa shikimi i tij ishte ngulur mbi të. Mateus shtrëngoi zinxhirin me dorë të fortë.
Thor, qetësohu, tha ai, duke u përkullur që të takojë me sytë e tij dhe për të vëzhguar çdo detaj të gruas, lëvizjet, qeset, qëndrimin. Ai vuri re se gruaja e prekte barkun pak më shpesh se ç'duhej, sikur po përpiqej të fshihte diçka. Pa pritur, një tingull metalik u dëgjua, kur diçka preku gjurin e saj. Diçka klikoi në mendjen e Mateus. Ai i dha shenjë kolegut të tij oficer. Duhet ta kontrollojmë, tha shkurt. Gruaja u tërhoq një hap pas, paniku ju lexua në fytyrë. Jo, ju s'mundeni. Unë jam shtatzën, bërtiti ajo, me zë që dridhej, duke u kthyer sikur të donte të ikte. Thor lëshoi një tjetër lehje, këtë herë më të fortë, më të mprehë. Dhe nuk ishte më vetëm paralajmërim. Ai gërhiti thellë, me forcë, duke tërhequr aq shumë sa zinxhiri ju shkëput pak nga dora e Mateus. Qeni u hodh përpara, ndaloi vetëm pak centimetra larg gruas, hunda e tij pothuaj preku ajrin përpara barkut të saj. Trupi i tij i tëri dridhej nga tensioni. Pasagjerët u trembën. Diku në turm, një foshnjë nisi të qante. Një atmosferë tensioni mbytës mbuloi terminalin. Mateus qëndroi i fortë, zemra i rrite me shpejtësi. Çfarëdo që Thor po ndjente, nuk ishte e zakonshme. Dhe në atë çast, ai mori vendimin që do të ndryshonte gjithçka. Zonjë, tha me zë të ulët, por të prerë, do t'ju çojmë për një kontroll dytësor tani. Buzët e gruas u hapën nga shoku, por para se të protestonte, dy oficerë bën një hap përpara. Qetësia e brishtë e aeroportit u zëvendësua nga frika, pëshpëritjet dhe pasiguria. Thor, ende duke gërhitur lehtë, kishte sapo nisur një zinxhir ngjarjesh që askush se kishte parashikuar. Zhurma e pëshpëritjeve në terminal u rrit ndërsa oficerët afrohen. Gruaja shtatzën mbeti e ngrirë pranë detektorit të metaleve, frymëmarrja e cekët, duart që i dridheshin, duke mbajtur fort qeset prej letre sikur ato të ishin mburoja e saj e fundit. Pas saj, pasagjerët filluan të regjistronin me celular, zërat e tyre përhapej në sallë si zjarr. Zyrtari Mateus bëri një hap përpara, duke ruajtur tonin e qetë, por të fortë. Zonjë, ju lutem, qëndroni aty ku jeni, tha ai, duke shtrënguar zinxhirin e Thor në dorë. Qimet e qenit gjerman ishin ngritur, sytë e tij të fiksuar dhe të palëkundur në mes të trupit të gruas. Unë ju thash, nuk kam bërë asgjë të keqe, tha ajo, zëri i saj tashmë i përzier me panikë. Nofullat e Mateus u shtrënguan. Ai e njihte frikën e vërtet, frikën instinktive. Por në këtë grua kishte diçka ndryshe, frika e saj ishte shumë e kontrolluar, shumë e llogaritur. Sidoqoftë, protokolli kërkonte kujdes. E kuptojmë, zonjë, tha me qetësi. Por për sigurinë tuaj dhe të gjithëve këtu, duhet të bëjmë një kontroll të shpejtë. Dy oficerët më të afërt, Daniel dhe Pedro u afruan për të ndihmuar. Daniel u përpoq ta qetësonte me një ton të butë. Në rregull, nuk do të zgjas shumë, mirë. Gruaja hezitoi, nyjat e gishtave ju zbardhen nga shtrëngimi i fortë mbi qeset prej letre. Njëra prej tyre u shtyp pak dhe përmes hapjes u pa një shkëlqim alumini. Sytë e mprehtë të Mateus e kapën me njëherë. Puls i u rrit. Prisni, tha ai me ton të prerë. Çfarë keni në qese? Vetëm gjëra për foshnjën, tha ajo shumë shpejt. Pelenat disa gjëra prej druri. Ju lutem, po më turpëroni. Para se Mateus të mund të përgjigjej, Thor lehu përsëri, një zë i thellë, shpërthyes që preu zhurmën e sallës si thikë. Gruaja u drodh me dhunë, pothuajse i ra qesja nga duar. Mateus ngriti sytë. Ishte kjo? Instinkti i tij bërtiti më fort se çdo zë tjetër. Daniel, çoje menjëherë për kontroll dytësor, urdhëroi ai. Oficerët reaguan menjëherë. Njëri e mori me kujdes për krahu, ndërsa tjetri ju afrua qeseve. Sytë e gruas u zgjeruan nga tmerri dhe për një moment të shkurtër, Mateus pa diçka që kaloi në fytyrën e saj, nuk ishte frikë nga qeni, por frikë nga zbulimi. Gërhitja e Thor u thellua si një paralajmërim i errët për atë që do të vinte më pas. Gërhitja e Thor u shndërrua në një rënkim të ulët ndërsa gruaja u shoqërua drejt dhomës së sigurisë private. Pasagjerët u tërhoqën në heshtje duke hapur rrugën. Mateus nxori frym ngadalë, zemra ende i rrite fort. Punë e mirë, partner, përshpëriti ai duke i fërkuar qafën Thor, por brenda vetes nuk mund të hiqte një mendim nga koka. Çfarë saktësisht kishte zbuluar Thor? Turma u shpërnda ngadalë ndërsa dy oficerë me uniformë e shoqëronin gruan shtatzën. Hapat e saj ishin të pasigurt, buzët i dridheshin ndërsa përsëriste, unë nuk kam bërë asgjë të keqe.
Qesja prej letre që mbante lëkundej lehtë, një dorez po qahej në shtrëngimin e saj. Zërat e njerëzve kumbonin në korridorin e terminalit. Mateus i ndoqi nga larg, një dorë e vendosur mbi zinxhirin e Thor, duke ndjerë çdo dridhje tensioni që kalonte nëpër trupin e qenit. "Qet, djalë", pëshpëriti ai, por gjua e trupit të Thor e tradhtonte. Veshët i qëndronin ngulur përpara, shikimi i tij fiksuar tek gruaja që largohej, si një grabitqar që refuzon të humbas gjahun e vet. Oficerët e çuan në një dhomë të vogël sigurie, të fshehur pas postës së kontrollit, një hapësirë që përdorej rrallë vetëm për raste të veçanta. Drita fluoreshente gumëzhinte sipër, duke hedhur një shkëlqim të ftohtë mbi muret e bardha. Një skaner ishte gati, duke rënë lehtë, dritat e tij jeshile pulsonin si rrahje zemre. "Ju lutem", u lut gruaja ndërsa e udhëzonin të ulej. "Nuk e kuptoj çfarë po ndodh. Dua vetëm të shkoj në shtëpi." Zëri i saj u drodh, frika dukeje sinqert, ose të paktën ashtu dukej. Njëra nga oficeret femra u ul pranë saj, me zë të butë. "Vetëm një kontroll i shpejt, mirë? Është për sigurinë tuaj gjithashtu." Mateus qëndronte jashtë, pas xhamit të dhomës së vëzhgimit. Thor ecte nervoz, me bishtin e ngrirë, sytë e mprehë. Çdo pak sekonda, lëshonte një rënkim të ulët dhe gërvishte derën me putër. Nervozizmi i tij ishte ngjitës. Mateus e ndjente tensionin që i ngjitej këmbës. Brenda, gruaja përkëdhelte barkun në rreth, duke murmuritur diçka nën zë. Djers i shkëlqenin në ballë. "Nuk ndjehem mirë", tha me zë të dobët. Oficerët shkëmbyen shikime të pasigurta. "Do të jetë e shpejt", e qetësuan. Një rënkim i shkurtër dhe i mprek nga Thor ndërpreu heshtjen, si një paralajmërim. Zemra e Mateus u ngjit në fyt. Ai u kthye nga mbikëqyrësi i tij. "Diçka nuk shkon", tha me zë të ulët. "Ai nuk sillet kështu, përveç se kur." Para se të mbaronte fjalin, gruaja u përkul me dhimbje, duart e saj u kapën fort pas barkut. Mateus bëri një hap përpara, dora instinktivisht shtrëngoi zinxhirin e Thor. Ai nuk e dinte çfarë po ndodhte, por një gjë ishte e sigurt, diçka e keqe po vinte. Dera e dhomës u mbyll me një klikim, duke e izoluar gruan me dy oficerë dhe një agjente mjekësore brenda. Jashtë, përmes xhamit të vëzhgimit, Mateus qëndronte me Thor në krah, të dy duke parë me vëmendje. Ajri në korridor ishte bërë i rënd, si heshtja para një stuhie. "Ajo duket e tmerruar", tha oficeri Pedro, me krahët e kryqëzuar. "Je i sigurt që nuk është thjesht alarm i rrem?" Mateus nuk i hoqi syt nga Thor. Qeni gjerman ecte përpara e mbrapa, me bisht të ulët, muskuj të tendosur, syt kur nuk e lëshonin xhamin. "Thor nuk jep alarme të rreme", u përgjigj Mateus me zë të ulët. "Asnjëherë në 4 vjet." Pedro ngriti supet. "Megjithatë, ajo është shtatzën. Epe si mbante barkun, po sikur ai të jetë hutuar nga era e ndonjë ilaçi, apo diçka e tillë." Mateus ngrysi vetullat. Ai është trajnuar për të njohur mbi 50 aroma të ndryshme, narkotik, eksploziv, përshpejtues, madje edhe inde në dekompozim. "Çfarëdo që po ndjen, nuk është rastësi." Ai hodhi sërish syt përmes xhamit. Brenda, gruaja ishte ulur e përkulur në karrige, duke marrë frymë rënd dhe duke murmuritur për vete. Qeset e saj të blerjeve qëndronin në dy sheme, njëra gjysmë e hapur, duke zbuluar rroba të palosura për foshnjën dhe një arush pelushi. "Ajo duket e padëmshme", tha agjentja mjekësore me zë të butë. "Le ta mbarojmë shpejt." Ata filluan të kontrollonin sendet e saj. Çdo objekt u skanua dhe u kontrollua me kujdes. Asgjë e pazakont nuk u gjet. Oficerët shkëmbyen shikime të pasigurta. Pedro murmuriti nën zë, "Ndoshta qeni yt ka pasur thjesht një ditë të keqe." Nofullat e Mateus u shtrënguan. "Jo", tha ai me ton të prerë. "Ai ndjen gjëra që ne nuk mundemi. Nëse po reagon kështu, diçka nuk është në rregull." Thor lëshoi një rënkim të ulët, duke goditur derën me putër, hunda e tij e shtypur kundër çarjes poshtë. Mateus u ul pranë tij. "Çfarë ka, djalë?" pëshpëriti ai. Veshët e qenit u kthyen prapa, trupi i tij dridhej. Lëshoi një leje të butë, të tensionuar, atë që Mateus e njihte nga operacionet e fushës. Ishte leja e ankthit, e urgjencës, e rrezikut. Brenda, gruaja fshiu ballin dhe tha se po ndihej e trullosur. Një nga agjentet i ofroi ujë, por dora e saj që dridhej nuk mund ta mbante gotën drejt.
Frymëmarrja ishte bërë e cekët, shpatullat i qëndronin të ngrira. Instinktet e Mateus shpërthyen. Duhet të kemi një ekip mjekësor gati, tha ai. Pedro ngriti vetullat. Mendon se po shtiret? Jo, u përgjigj Mateus me zë të ulët. Mendoj se po fsheh diçka. Dhe Thor e di këtë. Oficeri tjetër hapi gojen për të folur, por para se të nxirrte një fjalë, gruaja lëshoi një britm të mbytur dhe u përkul nga dhimbja, duke u kapur pas barkut. Thor lehu me forcë, putrat i rrihnin derën. Gjaku i Mateus u ngrirë. Thirrni ekipin mjekësor tani, bërtiti ai. Çfarëdo që po ndodhte, nuk ishte një dhimbje normale shtatzënie. Ishte momenti për të cilin Thor kishte paralajmëruar gjatë gjithë kohës. Britma e gruas preu ajrin si thik. Trupi i saj u përkul përpara, duart e saj u shtrënguan mbi barkun e fryrë, sytë i ishin zgjeruar nga tmerri. Diçka nuk shkon, përshpëriti ajo midis frymëmarrjeve të dhimbshme. Zoti im, dhemb ju lutem, më ndihmoni. Agjentja mjekësore u hodh në veprim, u ul pranë saj. Qëndroni me mua, zonjë, merrni frymë ngadalë. Ajo u kthye nga të tjerët, thirrni ekipin mjekësor menjëherë. Mateus tashmë ishte duke lëvizur. Ai shtyu derën dhe hyri, Thor në krahun e tij, duke lëshuar rënkime të ankthshme. Skena që pa e ngriti në vend. Gruaja ishte mbështetur në karrige, fytyra e saj e mbuluar me djersë, duke u dridhur në mënyrë të pakontrollueshme. Frymëmarrjet ishin të shkurtra, të copëzuara. Pedro mori radion, ekipi mjekësor në port, reagim i menjëhershëm. Gërhitjet e zakonshme të Thor u shndërruan në leje të shpeshta. Ai ecte rreth gruas, duke nuhatur ajrin pranë barkut të saj, më pas u tërhoq me një rënkim, bishti i ulur, veshët ngjitur pas kokës. Mateus, bërtiti një agent. Pulsi i saj është i parregull. Mateus u ul pranë saj. Zonjë, më dëgjoni? Ajo e pa me sy të mbushur me lodh. Nuk duhej të ndodhte ende, përshpëriti ajo. Zëri i saj thyej në çdo fjalë. 7 muaj mu desh edhe pak kohë. Çfarë do të thuash? Pyeti Mateus i hutuar. Është lindja e parakoshme? Ajo lëkundi kokën me dhunë. Jo, nuk është lindje. Ka diçka keq brenda, zëri i saj u kthye në një dënesë. Ju lutem, shpëtoni fëmijën tim. Dera u hap me zhurmë kur 2 paramedik hynë me barel. Lironi rrugën, bërtiti njëri. Ata kontrolluan menjëherë shenjat jetësore. Presioni i gjakut po bie shpejt. Duhet ta lëvizim menjëherë. Ndërsa punonin, Thor filloi të rënkonte fort, duke goditur dyshemen me putër. Pastaj u hodh drejt qesës së gruas sërish. Putrat i gërvishtën dyshemen ndërsa e shtyu qesën drejt Mateus, duke lehur me ngulm. Mateus ngrysi vetullat. Mendon se ka lidhje? Thor lehu një herë, qartë dhe prerë, po. Mateus hapi shpejt qesën. Rroba, sende për foshnjën, asgjë e pazakon. Por poshtë rrobave diçka shkëlqeu, një copës metalike e vogël, e qepur në astar, jo më e madhe se një monedhë. Para se të mund ta inspektonte, një nga paramedikët bërtiti, ajo po humbet vetë dijen. Ata e ngritën në barel. Sytë e gruas dridheshin, buzët i dridheshin. Ju lutem fëmijën tim, përshpëriti ajo. Do kujdesemi për ju, e qetësoi mjeku. Qëndroni me ne. Ndërsa e nxirrnin nga dhoma, Thor e ndoqi, ende duke lehur, ende i shqetësuar. Korridori shpërtheu në lëvizje, oficer që hapnin rrugën, pasagjerë që shikonin të hutuar, sirena që kumbonin larg. Mateus vraponte në krah të tyre, mendja i punonte me shpejtësi. Çfarëdo që po ndodhte, nuk ishte vetëm çështje mjekësore. Sjellja e Thor e bënte këtë të qartë. Në zonën e ambulancave jashtë terminalit, dritat që pulsonin krijonin një kaos zërash dhe urdhrash. Paramedikët punonin me ngut, duke e lidhur gruan në barel, duke vendosur serumet dhe duke monitoruar pulsin që zbehej. Britmat e sirenave kumbonin përmes xhamave, por në mes të gjithë zhurmës, një tingull ishte më i fortë se të gjithë, lejet e pandërprera të Thor. Mateus mbajti zinxhirin fort. Qetësohu, djalë, tani është në duar të mira. Por Thor nuk u qetësua. Trupi i tij dridhej nga tensioni, hunda e drejtuar drejt ambulancës, bishti i ngrirë. Nuk ishte agresion, ishte dëshpërim. Paramediku kryesor, një burr i quajtur Lukas, u ngjit në pjesën e pasme të automjetit. Po shkojmë në spitalin qendror, thiri ai.
Dyshim për lindje të parakoshme, ndoshta trauma e brendshme. Mateus pohoi me kokë, duke u përpjekur të qetësoj. Gjithçka kishte ndodhur shumë shpejt. Një moment kishin ndaluar një pasagjer të dyshimt, në tjetrin ishte çështje jete a vdekje. Por diçka ende e bezdiste. Thor e kishte nuhatur rrezikun përpara kujto, dhe edhe tani qeni nuk janë ndante syt gruas. Ndërsa dyert e ambulancës filluan të mbylleshin, Thor lëshoi një leje të thellë dhe u hodh përpara, duke tërhequr zinxhirin me aq forcë sa Mateus mezi e mbajti. Thor, ndalo, bërtiti ai. Qeni rënkoi me zë të lartë, sytë e ngulur në barkun e gruas. Lukas u ndal në mes të hapit. Çfarë ka ai? Mateus gëlltiti me vështirësi. Ai nuk gabon. Dhe kjo është ajo që më shqetëson. Hunda e Thor u shtyp kundër derës sapo ajo u mbyll. Ai leu sërish mbret me këmbëngulje. Pastaj filloi të qarkullonte rreth automjetit duke nuhatur gomat, tokën, madje edhe gjurmët që kishte lënë barel. Lëshoi një gërhitje të ulët, të paqetë. Pedro vrapoi pranë Mateus. Ende nuk është qetësuar çfarë po nuhat. Nuk e di, pranoi Mateus. Por nuk është normale. Nuk po reagon ndaj frikës apo dhimbjes, po ndjek diçka. Pedro ngrysi vetullat. Si çfarë? Shikimi i Mateus u kthye tek qesja prej letre që mbante ende në dorë, ajo që Thor e kishte fiksuar më parë. Ai futi dorën brenda dhe nxori copëzën metalike që kishte parë. Ajo shkëlqente lehtë në dritat e forta të ambulancës. Thor menjëherë lehu, duke u hedhur drejt saj, hunda i dridhej me tërbim. Pulsi i Mateus u rrit. Ka diçka këtu, pëshpëriti ai. Diçka që ai e njeh. Para se Pedro të përgjigjej, motori i ambulancës nisi me zhurmë. Thor lëshoi një ulërim, jo nga agresioni, por nga alarmi. Instinktet e tij bërtisnin më fort se çdo fjalë. Mateus pa dritat që u larguan në errësirë dhe pëshpëriti me zë të ulët, çfarëdo që po ndodh nuk ka mbaruar ende. Thor lëshoi një rënkim të ulët, syt ende ngulur në horizontin ku ambulanca ishte zhdukur. Ai ktheu kokën, syt e ngulur tek ambulanca që po zhdukej, kraharori i tij ngrihej e ulej me frymëmarrje të shpejtë. Edhe tani, Thor refuzonte të qetësohej, sepse në thellësi ai e dinte që rreziku i vërtet ende nuk ishte zbuluar. Në dhomën e kontrollit të sigurisë në aeroport, oficeri Mateus vendosi qesën prej letre të gruas mbi tavolinën prej çeliku i noc. Jehona e sirenës së ambulancës u shua ngadalë në distancë, duke lënë pas një heshtje të rëndë, që dukej më e rëndë se më parë. Thor qëndronte në krah të tij, me bisht të ngrirë, vesh të ngritur dhe hundën e drejtuar drejt qesës, si një busull e ngulur në drejtim të rrezikut. Pedro i kishte kryqëzuar krahët. A mendon vërtet që ka diçka aty brenda? Mateus pohoi ngadalë. Thor nuk reagon kështu pa arsye. Qesja dukej e padëmshme, pak e shtypur, me njolla gishtash dhe logon e një dyqani për bebe të shtypur përpara. Por ndërsa Mateus filloi të nxirrte përmbajtjen, një nga një, rroba të palosura për foshnjën, çorape të vogla, një biberon në paketim, gërhitja e ulët e Thor u kthye. Zëri i tij ishte i thellë, i përmbajtur, por plot paralajmërim. Mateus e vështroi. Çfarë ndjen, djalë? Thor u afrua, duke nuhatur ajrin, pastaj u fiksua mbi një batanie roz për bebe, të futur në fund të qesës. Mateus e ngriti me kujdes dhe vuri re një xhep të vogël të qepur në anën e brendshme të pëlhurës. Zemra i u ngrit në fyt. Pedro, sill skanerin. Pedro ngrysi vetullat, por ju bin. Në dritën ultraviollës, një mbetje e zbetë shndriste përgjatë qepjes së brendshme, një shtresë e hollë pluhuri që pasqyronte dritën. Stomaku i Mateus u përmbys. Kjo nuk është pudër foshnje, murmuriti ai. Pedro u përkul më afër. Mund të jetë narkotik, pëshpëriti. I fshehur brenda batanies fytyra e Mateus u ngurtësua. Kjo do të shpjegonte pse ajo u panikos, por fokusi i Thor nuk ishte vetëm te qesja, ishte te ajo. Ai mori copëzën metalike që kishte gjetur më herët dhe e vendosi në tavolinë pranë batanies. Ishte e rrafshët, në formë ovale, e mbuluar me një shtresë të hollë plastike. Thor leu një herë, fort dhe prerë. Pedro bëri një hap pas. A mendon se ajo po kontrabandonte diçka brenda vetes? Mateus nuk u përgjigj menjëherë, por mendimi e përshkoi si akull. Ajo nuk po i fshite, po i mbante brenda trupit të saj, tha me zë të ulët.
Thor lëshoi një gërhitje tjetër të thellë, duke qarkulluar rreth tavolinës, hunda i kalonte mbi qesen, mbi copëzën metalike dhe, më në fund, drejt derës nga kishte dalë ambulanca. Gjua e trupit të tij tregonte atë që fjalët nuk mundnin. Rreziku nuk kishte mbaruar. Mateus e pa partnerin e tij dhe kuptimi i ngadalshëm iu shfaq si një stuhi që po afrohej. Po më thua që ka më shumë, apo jo, përshpëriti ai. Thor rënkoi lehtë, syt ngulur në distancë, dhe në thellësi të vetes, Mateus e dinte që zbulimi i vërtet ende nuk kishte ndodhur, ai ndodhej në spital. Një ambulancë hyri në hyrjen e urgjencës së spitalit qendror. Dyert automatike u hapën ndërsa paramedikët shtynin barelën brenda. Pacient femër, fund të 20 thave, shtatzëni 7 mujore, dhimbje të forta abdominale, puls i paqëndrueshëm. Bërtiti njëri. Mjek dhe infermier mbushën korridorin duke e dërguar në dhomën e ekzaminimit. Britmat e gruas jehonin në korridor, të thyra e të dëshpëruara. Ju lutem, shpëtoni fëmijën tim, pshërtiu ajo, duke u kapur pas mëngës së paramedikut para se një valë tjetër dhimbjeje ta përshkonte. Gruaja e sjell nga porta sa, tha një infermiere në recepcion duke bërë shenjë. Dhoma 3. Mateus ecte ankthshëm pranë tyre. Ai ende mund të ndjente aromën e dezinfektantit të aeroportit, të përzier me diçka tjetër, metalike, sintetike. Hunda e Thor dridhej. Trupi i tij qëndronte i tendosur. Çfarëdo që kishte nuhatur më parë, ende ishte aty. Përmes xhamit të dhomës së traumës, Mateus shikonte ekipin mjekësor në veprim. Gruaja ishte e zbetë, e dridhur në dritat e bardha, me elektroda ngjitur në kraharor dhe mask oksigjeni mbi fytyrë. Një mjek i gjatë, me flok gri dhe vështrim të përqendruar, lëvizte sondën e ultrazërit mbi barkun e saj të fryrë. Mateus priste, zemra i rrite fort. Monitori lëshoi dritë bardhë e zi. Pastaj, heshtje. Mjeku ngrysi vetullat, rregulloi sondën, syt i u mbushtuan. Kjo është e çuditshme, murmuriti ai. Infermierja u përkul më afër. Çfarë është? Ai nuk u përgjigj menjëherë. Ndryshoi këndin, shtypi pajisjen pak më fort. Konturet në ekran ishin të parregullta, të shtrembëra, jo harku i butë e i rumbullakët i një foshnje. Diçka metalike pasqyronte lehtë brenda. Fytyra e mjekut u zbe. Kjo nuk është lëvizje normale fetale, tha me zë të ulët. Ka një objekt të huaj në zgavrën e barkut. Duket si kapsul, ose një pjesë e një kontejneri të mbyllur. Mateus hyri brenda. Doktor, çfarë po thoni saktësisht? Burri u kthye, uli zërin. Ka një strukturë artificiale që imiton një fetus, por është sintetike. Me ndarje të brendshme bosh. Nuk kam parë kur diçka të tillë. Ai u drejtua, syt i u zgjeruan. Përgatitni ekipin kirurgjik. Duhet ta heqim menjëherë. Ajri ju bllokua në fyt Mateusit. Ajo po mbante diçka, kjo ishte ajo që Thor ndjeu. Momente më vonë, alarmi ra. Infermieret vrapuan duke shtyr barelën drejt sallës së operacionit. Koka e gruas ra në njërin anë, sytë e saj të ngrirë nga frika. Ju lutem, përshpëriti ajo me zë të ngjirur, nuk doja ta bëja këtë. Mateus e ndoqi deri te dyert e dy fishta. Përtej xhamit steril, kirurgët u mblodhen rreth tavolinës, lëvizjet e tyre të shpejta dhe të sakta. Thor ul pranë derës, tani i qetë, duke vëzhguar. Frymëmarrja e tij ishte e thellë, por sytë i qëndronin të ngulur në dritën e sallës së operacionit, aty ku e vërteta ishte gati të zbulohej. Dhe për herë të parë që nga aeroporti, Mateus kuptoi shikimin në sytë e partnerit të tij. Thor nuk po paralajmëronte për rrezikun, ai po përpiqej ta shpëtonte atë, përpara se sekreti vdekjeprurës brenda saj të bënte punën e vet. Drita e kuqe, kirurgji në zhvillim, mbi derë ndriçonte si një sinjal paralajmërimi. Mateus qëndroi i palvizur në korridorin e spitalit, duart e shtrënguara. Klikat ritmike të çizmeve të tij jehonin lehtë në dy sheme. Thor qëndronte pranë, ende në alarm. Veshët i lëviznin çdo herë që një monitor binte përtej dyerve. Minutat u shndërruan në orë. Infermieret kalonin me ngut, zëra të ulët, gjithnjë më urgjent. Mateus nuk mund ta hiqte nga mendja fytyrën e zbeth të gruas, duart e saj që kapnin barkun. Ajo nuk ishte një kriminele, jo e atij lloji që ai ishte mësuar të shite. Kishte frikë në sytë e saj, por edhe diçka tjetër, faj. Më në fund, një derë u hap. Kirurgu doli, duke hequr dorezat, fytyra e tij serioze. Zyrtari Ayala?
Jam unë, tha Mateus, duke u drejtëzuar. Çfarë gjetët? Mjeku hezitoi si të peshoj fjalët. Nuk ishte shtatzën, tha më në fund. Barku i saj përmbante një strukturë të zbrazët silikoni në formë mitre, të lidhur me një pompë mekanike që imitonte rrahjet e zemrës së fetusit. Stomaku i Mateus u përmbys. Po thoni se ajo nuk ishte kur shtatzën, as afër? Mjeku pohoi me ton të errët. Pajisja përmbante disa kapsula të mbyllura, mikrondarje të shtresuara brenda murit të falsifikuar abdominal. Gjetëm më shumë se një duzin kontejnerësh të fshehur. Mateus u drodh. Të mbushur me çfarë? Mjeku shkëmbeu një vështrim me infermieren pranë. Me narkotik të lëngshëm, shumë të përqendruar, tha ai më në fund. Mjaftueshëm për të furnizuar një rrjet trafiku për muaj të tërë. Mateus uli syt në dy sheme, grushtat ju shtrënguan ndërsa mendja i lidhi copzat me një qartësi tronditse. Rrobat e shtrenjta, duart që i dridheshin, paniku i saj i tepruar, nuk ishin rastësi, ishin pjesë e një skenari të përgatitur me kujdes. Ajo nuk ishte viktime e zakonshme, por halk e një mekanizmi të errët kontrabande. Po bënte sikur ishte shtatzën, tha Mateus me zë të ulët, për të kaluar në për skaneret trupor pa u zbuluar. Thor duhet ta ketë nuhatur aromën përmes silikonit. Mjeku pohoi me kokë, sytë e tij të lodhur nga e papritura. Nëse qeni yt nuk do të kishte reaguar në momentin që reagoi, ajo ndoshta nuk do të kishte mbijetuar. Një nga ndarjet e protezës filloi të rrifte. Kimikati ishte helmues. Po të përhapej më shumë, do ta vriste për pak minuta. Mateus nxori frymën ngadalë duke i kaluar dorën mbi shpinën e Thor. Ti ja shpëtove jetën, partner, pëshpëriti ai. Thor e pa me sytë e tij të palëkundur, bishti ende i ngurtë, si një ushtar që kupton detyrën e vet. Një infermiere ju afrua me hapa të qetë. Ka edhe diçka tjetër, tha ajo butë. Ajo po kërkon të shoh. Mateus e ndoqi në dhomën e rikuperimit. Gruaja ishte e zbeth, e shtrirë mbi çarçafët e bardhë, frymëmarrja e lehtë por e qëndrueshme. Kur ai u afrua, sytë ju hapën ngadalë. Nuk doja ta bëja këtë, pëshpëriti ajo me zë të thyrë. Më premtuan para. Thanë se ishte vetëm ilaç. Kur kuptova çfarë ishte vërtet, ishte tepër vonë. Lotët i rridhnin në faqe si rrugë të kripura pendese. Më kërcënuan familjen. Mateus uli syt, fytyra i butësua. Ke fat që je gjallë, i tha qetë. Gruaja hodhi syt nga Thor që rrinte pranë derës, i heshtur por i vëmendshëm. Ai e dinte, pëshpëriti. E ndjeu përpara kujto. Mateus pohoi me një buzëqeshje të zymë. Ai gjithmonë e di. Kur doli nga dhoma, dielli i parë i mëngjesit po thyente mbi dritaret e spitalit. Brenda, Mateus ndjeu peshën e të vërtetës. Nuk ishte vetëm një grua. Ishte një sistem, një rrjet që shfrytëzonte pafajësinë si maskë. Dhe fal Thor, hallka e parë e atij zinxhiri të ndyrë më në fund ishte thyer.